Në një kohë kur shumica e fëmijëve po kalojnë gjithnjë më pak kohë në natyrë dhe gjithnjë e më shumë pranë teknologjisë, ende ka familje që vazhdojnë të ruajnë vlerat e punës, përgjegjësisë dhe jetës së lidhur ngushtë me natyrën. Në mesin e kodrave, livadave dhe qetësisë së natyrës, rriten fëmijë që në moshë të vogël mësojnë se çfarë do të thotë përgjegjësia, mundi dhe dashuria ndaj familjes. Familja Dushaj është një prej atyre familjeve ku jeta e përditshme lidhet të ngushtë me ruajtjen e deleve dhe me punën në natyrë. Krahas prindërve, edhe fëmijët janë bërë pjesë e kësaj jete, duke kaluar orë të tëra në livadë, duke ruajtur delet dhe duke ndihmuar në çdo punë të nevojshme. Për ta, kjo nuk paraqet vetëm një detyrë, por një mënyrë jetese me të cilën janë rritur. Mes qetësisë së natyrës, zhurmës së zileve të deleve dhe punës së përditshme, ata mësojnë vlera që sot po humbin gjithnjë e më shumë: respektin për punën, dashurinë ndaj familjes dhe rëndësinë e të qenit i dobishëm. Donse janë ende fëmijë, ata tregojnë një pjekuri dhe përkushtim që shpesh mungon edhe tek më të rriturit. Ata nuk hezitojnë që pas përfundimit të mësimit të kalojnë kohë larg telefonit apo lojrave dhe të bëhen krahu i djathtë i prindërve të tyre. Në fytyrat e tyre shihet thjeshtësia, por edhe krenaria që po kontribojnë në familje dhe po vazhdojnë një traditë që është përcjell brez pas brezi. Ruajtja e deleve për ta nuk është vetëm përgjegjësi, por edhe një mënyrë e bukur për të kaluar kohë në natyrë, për të qëndruar aktiv dhe për të forcuar lidhjen me njëri tjetrin. Teksa kujdesen për delet, ata zhvillojnë aktivitete të ndryshme, bisedojnë, qeshin dhe kalojnë kohë larg zhurmës së përditshme, duke krijuar kujtime që do t'i mbajnë gjatë në mendje. Unë jam Kroni Dushaj, 7 vjeçar. A tregon ti se sa kohë kalon këtu zakonisht me delet? 3 sat. Dhe kur ke filluar ti me i ruajt ato? Bela 7 muaj. A të pëlqen kjo punë, si duket? Po. A mundesh me na përshkrua se çka bën konkretisht? I ruaj berët, ndonjëherë juajmë, dalim jashtë, ndonjëherë ecim, edhe atër prap i ruaj. Edhe ku i rua, do me tha, a mund të na tregosh se prej ku deri ku, sa kohë i lën? Te ulliftat i lën 3 sat. A është e vështirë mu kujdes për to? Pa jo. Jo. E çka është pjesa më interesante për ty në këtë punë? Me luaj. Me luaj, se vjen edhe me luaj, me ka vjen këto? Me kufne. Allah e votën tëme. Po, të kthehemi pak të delet, si duken si ka, është pëlqejnë? Po. A ka në delet që e ketë preferuame? Po. Mirë, do të na tregosh pak më vonë se cila është ajo? I vogli, i sinxi vogël. Mirë, po, a të ndodh ndonjëherë mu loll prej kësaj pune, është e lodhshme kjo punë? Po, pak është. Cila pjesa më e lodhshme? Çka duket ty më e lodhshme në këtë punë? Kur qanë si do mos atje të cimudit ose qanë dikun larg e kam vështirë me qa. Kur t'ikin, do të thotë duhet me i ruaj, duhet me pa shumë kujdes, apo? Po. Por do të thotë nimojnë, apo jo? Po. Po puna me e letë me këto dele? Puna me e letë, me fut me edhe ato rrinë këtu.
Atë ka friksu ndonjëherë puna me kafsh? Po, Të ka friksua, po tash që jem mësua tash 7 muaj, pa ja. tash duket me e lehtë. Po, Mirë, do më tregosh se çka ke mësua ti prej kësaj punet? me ruaj. Ke mësua me i ruaj. E si duket për shembull që ti jetu me u ndihmua prindërve, si ndihesh? Mirë, i lumtur. A menojnë se sot fëmijët duhet me kalua ma shumë kohë në natyrë? Po, Dhe ndihesh ti ma mirë kur kalon kohë në natyrë, këtu me kafsha, apo kur je në shtëpi edhe këtu me luajt? këtu. E natyrë. Mirë, po, do më tregosh çka ke qef mu ba kur të rritesh? Kanë qef mu ba futbaler. Por do vazhdosh që edhe në të ardhmen tu ndihmosh prindërve në punë të ndryshme? Po, Edhe çka kishe më u thonë fëmijëve që janë të shikua, sa i përket ndihmës së prindërve, punëve të ndryshme që kanë jashtë, me dalë sa ma shumë në natyrë, çka kishe më u thonë atyne? ma mira me dalë jashtë. Zoja, dushaj. Zoja, tregom sa vjet ke. 6. Mirë, hajde tregom, a të pëlqejnë ty delet? Po, Të pëlqejnë. E tregom, çka bën ti këtu kur vjen me i ruajt? e hena gjuj, kur jem të i gjuj. E me ka vjen këtu? Me motërën. Edhe sa shpesh vjen ti këtu? A vjen çdo ditë, apo një herë në javë, apo ma Ka hena. Cila ka vështirë ty të pëlqejnë për pos deleve? Maca. Pëlqen maca. Mirë, të pëlqen ty me kalua kohën në natyrë? Po, Të pëlqen ma shumë me luajt, për shembull në shtëpi, apo të pëlqen ma shumë me kalua kohën në natyrë? me ka gjua kohën natyrë. Ke qef ti për shembull mu ndihmua prindërve, familjarëve, me arë mu ndihmua në punë të ndryshme, me i ruajt delet, me bën diçka? Po, Përshëndetje, unë që Maria Dushaj dhe kam 11 vjeç. Përshëndetje, unë jam Kristina Dushaj dhe kam 12 vjeç. Ju sot keni ardhur këtu të ruani delet, mund të na përshkruani pak procesin? Ne ditën në mëngjes shkojmë në shkollë. Pas kur vim, gjithmonë i marrim delet dhe i bjem ka, edhe i ruajmë, shikojmë hena e këshyrim një ka në qena në sense, për me pas siguruame, edhe atëna, edhe kem se shumë ka loko në natyrë. Sa kohë zakonisht gjatë ditës kaloni ju këtu me dele? Gjatë ditës 2-3 orë. Do të thotë pas mësimit, apo jo? Mirë, tregoni sa e vështirë është kjo punë për ju? Nuk është të vështirë. Na veç shikojmë një është vendi mirë, të jetë sigurt, dhe bëjmë aktivitete. Do të thotë i ruani prej qendëm së shumti, apo jo? Po, të them gjëja më interesante në këtë punë, cila është për ty? Gjëja më interesante në këtë punë është kur këtu i prim delet dhe rrim të gjithë së bashku dhe luajmë. Kaloni kohë të gjithë së bashku, me kanë vini, më së shumti, më shpesh? Me kushni. Dhe cilat aktivitete i bëni këtu gjatë kujdesjes deleve? Zakonisht luajmë me top, i pasojmë njëri tjetrit. Po, na përshkruani pak sa ndonjë ditë do të thotë, a keni bën ndoshta të them ndonjë piknik, apo keni bën diçka më interesante? Po, të konë ka hena vim, marrëm përgatitna dhe bëjmë piknik, kënaqemi shumë. Do të bëni edhe ushqime këtu? Po, edhe atëna luajmë me top, ose shkojmë vrapojmë, ose është. Po sa dele keni? Dele kem në rreth 30. Vini çdo ditë ju këtu? Pa, zakonisht në çdo ditë. Mirë, ju pëlqejnë delet si kafsh? Po, Po si punë?
Si ju duket? Po, më duket është pak e vështirë ti çosh ashtu, për është punë e mirë. Po atëherë i ktheni do të thotë mbrapa apo vetëm i bini këtu dhe kujdeseni për ta? E bien këtu dhe kujdesemi për ta dhe kur erët i kthejmë mbrapa. Do të thotë rrini pothuajse gjatë gjithë ditës apo deri që erët natë. Mirë, po tregojmë si ju duket koha me kaluar në natyrë, duke qenë se sot kësaj dite të them fëmijët të rinj kalojnë shumë pak kohë në natyrë. Si ju duket ju kjo? Mua më duket shumë e veçantë natyra dhe kam qef me kalu kohën në natyrë. Duket një gjë shumë e veçantë. Po ty? Edhe mua me duket natyra vend për me kalua kohë dhe shumë me ba shumë aktivitete. Po vajza, si ndiheni që ju jeni duke u ndihmuar prindërve? Mua më duket shumë mirë, se edhe kam qef me ndihmuar prindërve edhe kam qef me kalu kohë duke luajtur ose duke Në natyrë jashtë shtëpisë. Po, besoj. Po ty. Mua më pëlqen shumë se dhe i ndihmojmë prind duke i ruajtur. Dhe të them, ju pëlqen do të thotë megjithëse edhe e kuptova gjatë bisedës, ju pëlqen më shumë natyra se sa të qëndroni në shtëpi të përdorni të them edhe teknologji tani, por edhe lojra të ndryshme. Po, mua më pëlqen natyra, më duket gjë shumë e bukur. Më duket shumë e çartë. Edhe mua po ashtu kalojmë kohë së bashku të gjithë. A mendoni se fëmijët në një janë më të përgjeshëm kur u ndihmojnë prindërve, janë të them edhe më të kujdesshëm apo jo? Po, ashtu. Kështu që do keni një mesazh çfarë do thonit fëmijëve të tjerë, sa i përket ndihmës së prindërve, familjes e kështu me radhë. Unë do të them se është më mirë të ndihmosh prindërve dhe veç ashtu edhe kalon kohë në natyrë, jo vetëm në shtëpi, duke qëndruar në telefon. Mua më duket mirë me u ndihmua prindërve me dalë edhe në natyrë, se marrim edhe ajër të pastër, edhe jo me qëndruar mbrapa duke kthyer rrjetet sociale e teknologjisë. Mirëdita, faleminderit që keni ardhe. Këtu i kem afërsisht 33-34 dele ashtu. Këto nuk janë fort vështira mu pa, i këto veç lypin i fije hysmet si gjithçka që i lyp në jetë, e mendoj se edhe këto e meritojnë hysmetin e vet. Na përshkruaj paksa procesin e ruajtjes së tyre, duke qenë se ju më së shumti kujdeseni për ta, apo jo? Këto duhesh mu qit me hangër, duhet me ullan me pjellë, me qit pak e natyrë, ashtu me kullut, në barë të malë se ka dikun s'ka bare, atër duhet me qit këto në ullin kanë që me hangër, both edhe u pëlqen këto. Është vështirë kjo punë, realisht? Jo, nuk është vështirë, vetë për veti mos më duhet vështirë, më pëlqen se rehatohem i fije, nuk mendoj as për shkollë, as për zjanë, as për punë, jam i çlirit edhe që vije rrijet, në pushoj si që thërë. Ashtu është, e bën edhe vetë natyra, besoj këtë punë. Po të ndihmojnë edhe të tjerë në këtë punë? Po, këtu si e pas edhe jo ka punëtor both që në ndihmojnë, kanë qef më marrë me këto me berë. E si duket ty që fëmijët janë të interesuar? Po, e shqyr që janë fëmijë të interesuar, se sot nuk janë shumë të interesuar, me është fat që me kanë të fëmijë interesuar, për këtë gjënë se ka dikush ka qef më shumë me ta i mrenës, dalin shpjete, ajo mu së më pëlqen se duhet ka i herë me dalë, me i këqyr edhe në natyre, se natyre në pan edhe neve, pa më natyre në asta nuk kishim mujë. Dhe në qëka konkretisht të ndihmojnë fëmijët të tjerët pra? Këto fëmijët ndihmojnë i qesin ka i herë kur jem në të zonën, atër dalin fëmija kanë qef, allo duke 2 zënë dalin ashtu. Dhe si duke qenë se është edhe një ndihmë për familje, si ndihe në atë aspekt? Mua jam krenar edhe më pëlqen shumë që muni me ka diçka më valetësu rëpë, se edhe pse rëpë t'i bajnë zënat më të mlaja nave që ndihmojnë ka dhe zënat, për unë jam i knaqëm që muni për gjithë që kam vaci dorën edhe muni mua në qka do ta. E kështu mendojnë se fëmija bëhen më të përgjithshëm, apo jo me të punë të tilla? Po normal, fëmija bëhen më të përgjithshëm kur dalin shpije, se nuk kanë me kanë të rëpë tanë jetën pas tyne, ka i herë dosh edhe me ditë me zitë rrugën të nate, dosh me ditë më kujdes për veti, se një mos dish më kujdes për veti, s'ke atër, s'ke gjithmonë dika afër të jetë. Shumë bukur kjo. Po e tregojmë kur është moti jo i favorshëm, çfarë bëni me to, me dele?
Pa je këtu është natyra fort e mirë edhe këtu i qesim ma larg. Na i mbani brenda? Po, i drymin prami, kura shipa i ndrym. Me sa kohë zakonisht kaloni gjatë ditës këtu? Gjithë bashku? I sate gjys 2 para se mu i kthim mrapa. Mirë dhe do doja nga ti edhe një mesazh të them apo diçka, një thirrje për gjithë të rinjt, për gjithë fëmijët sa i përket ndihmës familjeve. Normal, duhet si fëmijë se na prej prindve kem gjithçka e shkollimin, e kem kushtet e gjanat që si ka gjithkush edhe duhet me kanë shumë falenderues ndaj tyne, e nuk ka falenderues veç me ka i përqafi me robe janë të gjana, por duhet edhe në valjet so punë të muni mua në gjana se nuk mujnë robe tona vetëm me i ba. Ajo që bëri edhe më të veçantë vizitën tonë në ullishtet e familjes Dushej, ishte fakti si pjesë e kësaj atmosfere u bën edhe fëmijët që jetojnë në Zvicër, sa herë vinë në malsi. Ata, pa hezitim, u bashkohen punëve dhe jetës në natyrë, duke treguar si lidhja me vendlindjen, familjen dhe traditën vazhdon të mbetet e fortë pavarësisht jetës larg vendit. Përshëndetje, jam Gjergj Dushaj, jam prej Zvicrës. Ke ardhur në vizitë në Malsi, si po kalon ti? Mirë. A mund të më tregosh çfarë konkretisht po bën sot? Me rruj birrat, me li me kushri. Është e para herë që ti ruan delet? Jo. Edhe tjera herë kur ke ardhur në Malsi Po. ke ruajt, apo? Po si duket ty kjo punë? Kollaj. Nuk duket e shefën. vështirë jo. Jo. Të pëlqejnë delet? Po. E çka duket, a mund të na tregosh pak, të na përshkruash se çka bën ti këto? Bajnë piknik me kushri, i rrin birrat, shkojmë pak shëtisim aty, luajmë futboll. Mirë, po çka të pëlqen më shumë ti të gjitha këto që i përmendet, çka do veçosh, çka të pëlqen më shumë ti? Me shkuan në natyrë. Në natyrë të pëlqen, do të pëlqen më shumë natyra se sa me qëndruar në shtëpi. Po. Mirë, me kënd ke ardhur këtu? Me kushërin? Po. Mirë, po tregom atje tek shtëpia jote në Zvicër. A të them del në natyrë, apo ke patur raste që ndoshta të takohesh me kafshë të ndryshme, të kujdesesh për to, apo vetëm kur vjen në Malsi? Jo vetë kur vjen Malsi. Dhe të pëlqen ty? Po. Mirë, kishe me dashëntarme ndoshta të kesh një fermë të ndën, të kesh ndonjë kafshë të preferuar, cila kafshë jote e preferuar? Qeni, do dëshiroje që në tarmen kujdesesh për to, kesh ma shumë kafshë shtëpiake? Po. Mirë, ke menuar se çfarë do bësh kur të rritesh? Po. Do na tregosh? Doktor. Doktor, mirë, ne të urojmë shumë suksese. Tregom se si ndihesh kur u ndihmon, do të thotë familjarëve në këtë punë, si duket që fëmijët këtu zakonisht në Malsi po u ndihmojnë prindërve? Si duket? Duket mirë, bukur me dalë këtu jashtë kështu, sa me ta në shtëpi. E çfarë të pëlqen ty më shumë të jetë në Malsi? Ku ke qejf më shkua? Me shëtit me kushri, me dalë jashtë, me ecë në natyrë, me rri birrat. Do të thotë natyra, delet pëlqejnë më së shumtit në Malsi. Po. Do vazhdosh kështu që edhe herë tjera kur të vish në Malsi, ti jesh kështu aktiv në natyrë? Po.
Përshëndetje, vetë jam Xhik Dushaj, jam i Stoks, jetoj në Zvicër. Tregom ti ke ardhur për vizitë në Malsi. Çfarë konkretisht po bën sot këto? Me ruaj delet. Të pëlqen ty mi ruaj delet? Po, Ke bërë ndonjëherë këtë punë apo hera e parë? i kam bërë ma shumë herë. Me ka vjen këtu? Me kushri. Me kushre, dhe si duket ty kjo punë? Duket e vështirë, e lehtë? Top, mirë. Të pëlqen? Po. Çka të pëlqen më shumë ti në këtë punë? Me rujt beret edhe me lujt. Gjithashtu vini edhe me luajt, apo përderisa i ruani. Po duket gjë e vështirë në këtë punë? Kur gjë. Kur gjë mirë. Po delet si duken, si kafshë pëlqen? Më pëlqen. Ke ndonjë delet të mos të qinjë preferuam? Ja. Mirë. Tregom ti si duket koha e kaluar në natyrë? Shumë mirë. Të pëlqen? Po. Mirë, po, tregom atje në Zvicër, kalon kështu kohë në natyrë, merresh të thëmë me kafshë, apo vetëm kur jenë në Malsi? Vetëm kur vjen në Malsi. Dhe si duket kjo punë që fëmijët gjithë së bashku me kushrin, vëllezër, motra, të them edhe ju ndihmoni prindërve, familjes. Si duket? Pa mirë. Të pëlqen më shumë me kalua kohën në natyrë, apo të them me kalua kohën në shtëpi, në telefon, me lojra të ndryshme? Natyrë. Në natyrë. Mirë, edhe cili do ishte ai mesazhi që kishe me dashur të më thonë fëmijëve tjerë për me mu ndihmue sa më shumë prindërve? Ma mirë me te në natyrë se edhe me ndihmua prindve se me te në telefon. Po tregon çka ke qejf mu ba kur të rritesh ti? Hala s'di. Hala nuk din mirë, por a kishe me pas shef që në tarmen me pas ato të them kafshë tua, mu kujdes për kafshë, si tash çka ban? Pa bella po. Një histori po atë që veçan zhvillohet edhe në fermën e familjes Trukaj, ku puna, përkushtimi dhe jetën e natyrë janë bërë pjesë e përditshmërisë së gjithë familjes. Në këtë ambient të mbushur me gjallëri, edhe fëmijët kalojnë një pjesë të mirë të ditës duke u kujdesur për pulat dhe duke ndihmuar në fermën familjare, duke u rritur kështu me ndjenja përgjegjësie, dashurie ndaj punës dhe afërsie me familjen. Në këtë fermë familjare, gjithçka nisi vitin e kaluar me vetëm 350 pula. Fillimisht ideja nuk ishte krijimi i një biznesi, por shfrytëzimi i tokës me ullin, ku pulat do të ndihmonin në kullotje dhe në lehtësimin e kositjes së barit. Mirëpo, ditë e ditës, puna me pulat u bë gjithnjë më interesante dhe solli rezultate shumë të mira, duke bërë që kjo ide e vogël familjare të kthehej në një angazhim serioz dhe të suksesshëm. Sot ferma numëron rreth 1000 pula, kryesisht pula të bardha dhe të kuqe. Çdo ditë këtu prodhohen rreth 600 veze, të cilat tashmë shiten në treg si pjesë e një biznesi të vogël familjar. Firma është regjistruar zyrtarisht dhe posedon lejet nga institucionet përkatëse, ndërsa familja është në pritje të pulave të reja dhe planifikon zhverimin e mëtejshëm të fermës.
Megjithse puna kërkon përkushtim dhe kujdes të vazhdueshëm, familja thotë se gjithçka bëhet më lehtë kur punohet me dëshirë. Puna me ullin dhe me pulat ka bërë që ata t'i kushtohen edhe më shumë jetës në natyrë dhe bujqësisë, duke gjetur kënaqësi në punën e ndershme dhe në rezultatet që vijnë dita ditës. Në këtë histori, një vend të veçantë zën edhe fëmijët, të cilët edhe pse nuk e kanë obligim të ndihmojnë, tregojnë vullnet dhe interes për të bërë pjesë e çdo pune në fermë. Ata kalojnë kohë pranë prindërve, mes punës, natyrës dhe atmosferës familjare, duke mësuar gradualisht rëndësinë e ndihmës, përkushtimit dhe bashkëpunimit. Për ta, koha në fermë nuk është thjesht punë, është kohë e kaluar në natyrë, argëtim, mësim dhe mundësi për të krijuar kujtime të bukura familjare. Fëmijët nuk e kanë obligim të ndihmojnë, por ata vetë tregojnë interes dhe japin ndihmën e tyre aq sa mundën. Ditët më të bukura në fermë janë ato të pranverës dhe verës, kur moti është i mirë, dita zgjatët dhe koha në natyrë bëhet edhe më këndshme. Për familjen, më rëndësishme mbetet që fëmijët të kënaqen, të kalojnë kohë bashkë dhe përmes këtyre përvojave të mësojnë vlerën e punës, përgjegjësisë dhe jetës në natyrë. Ditët më të bukura janë ato kur e gjithë familja mbledhet bashkë në ambientet e fermës, duke ndarë punë, biseda dhe momente të thjeshta që mbesin në kujtesën e secilit. Në ato çaste vërehet më së miri lidhja mes tyre, thjeshtësia e jetës në natyrë dhe kënaqësia që sjell puna kur bëhet me dashuri. Unë gjuhem Petrit Rukaj dhe kam 9 vjeç. Petrika, zëm sa kohë kalon këtu në fermë? Zakonisht kaloj 2 ose 3 orë, më varet sa punë kanë prindërit. Të lumë, po atë pëlqen të kujdesesh për pula ty? Po, kujdesem për pula sepse janë të buta. Na e përshkruaj çka bën këtu zakonisht? Zakonisht, mes e parit, shikoj ku është zeli se ai me bën zi. Po cila puna më e vështirë për ty këtu? Puna më e vështirë është të laj vetë sepse janë shumë. Janë shumë, po puna më e lehtë. Puna më e lehtë është të pastroj end e ujit. Mirë, po e përmende se nuk duket të vështirë kjo punë, ti e bën me qejf, apo jo? Po. Po atë frikson ndonjëherë puna me kashë, si duken ty pulat, atë duken buta, por nuk friksohet. Nuk friksohem për zeli, mund frikson me zelin. Dhe a e vështirë me ruaj për ty gjelin? Po, shumë. E si e del? Mirë, por është i facelar. E çka më interesante për ty këtu në këtë punë? Me interesant është kur vinë unë me familjen time në fermën, të tanë pullet afrohen të unë dhe familjen. Të u duan se janë mëso pullet me ju, apo jo? Po. E si ndihesh ti që u ndihmon prindërve? Ndije mirë sepse pas punës baba çdo herë me ble akullore. Kështu që puna të shpërblehet. Po kur të rritesh, a do doje që ta vazhdosh këtë punë? Po, do të vazhdoja shumë mirë dhe kur të rritem. Lumt. Çfarë të pëlqen ty më shumë? Loja, telefoni apo koha me qëndruar në fermë? Me pëlqen loja, por më shumë ferma sepse është e bukur. Ashtu edhe duhet. A të pëlqen më shumë jeta në natyrë, me kaluar më shumë kohë në natyrë apo me kaluar kohë brenda në shtëpi? Më shumë kam qejf të kaloj kohën në natyrë, sepse është shumë e bukur dhe ka shumë pemë. Po e tregon çfarë dëshiron të bëhesh kur të rritesh? Unë dëshiroj të bëhem futbollist.
Mirë, dhe për fund, çfarë do të thoje fëmijëve të tjerë asaj përket asaj ndihmës të prindërve, që duhet mu ndihmua prindërve? Do t'ju thoja fëmijëve që të jetë mirë dhe të respektojë prindërve që të mësojnë gjërat të mira. Unë që marrë Beruka dhe jam 12 vjeç. Arber, me trego sa kohë kalon ti zakonisht këtu në fermë? Ras 2-3 orë, ditën vere, pranë verë, ma e gjatë se dita me e gjatë. Të pëlqen të kujdesesh për pula, të pëlqen kjo punë? Po më pëlqe mu kujdes për pula, por ma shumë kujdes e gjeli për të. Mund të me përshosh punën, se çfarë zakonisht bën ti kur je këtu? Zakonisht i ses ushqim, ujë, i ksyri pulat. Po ka ndonjë punë që duket më vështirë për ty këtu? Po kur me pastrua se është gjatë edhe lodhesh shpejt. Po puna me lehtë, cilat duket? Kur ule me i shikoj tirë duke punuar. E ban me qef këtë punë? Po e baj me sjef. A të frikson ndonjëherë puna me kafshë, si duken ty pulat? Lipet me i kujdestua këto pulat, sidomos zelit, por jam pësua me këto. E çfarë është më interesante në këtë punë? Se si pulat janë rritë edhe vetë, se ato i kem pa marrë cysh të vogla. Dhe tash i ke pa... Po, tash në rritë në të vogla. Po si ndihesh kur ndihmon prindërve? Ndihem mirë, se di se puna e me vlerë shumë. Ashtu është. A do vazhdosh edhe kur të rritesh të bësh një punë të tillë? Po. Të pëlqen jeta më shumë në natyrë apo brenda në shtëpi? Më shumë në natyrë. Po sa i përket lojës telefonit apo kohën në fermë, cilën do veçosh? Kohën në fermë. Mirë, a mendon se puna i mëson fëmijët me kanë më të kujdesshëm? Puna i mëson fëmijët me kanë më të kujdesshëm edhe më të punëtorë. Mirë, do na zbulosh se çfarë do dëshiroje të bësh kur të rritesh? Tash për tash dëshiroj të jem një futballer i mirë edhe me luaj për decis. Të urojmë suksese. Dhe për fund, çfarë do të thoje fëmijëve të tjerë që të ndihmojnë prindërve? Të ndihmojnë prindërve sepse puna i ban gati për të ardhmen. Unë quhem Nora Rukaj dhe jam 14 vjetë. Nora, mund të na tregosh sa pula keni këtu në fermë? Ne në farmën tonë kemi rreth 1000 pulash. Dhe sa kohë zakonisht kalon ti këtu? Unë zakonisht kaloj rreth 2-3 orë në ditë, sidomos gjatë muajve të verës dhe pranverës. Kurse dimrit më shkurt, sepse... Dita është më shkurt, apo jo? A të pëlqen të kujdesesh për pulat? Nuk është një punë e zëshme, prandaj edhe na pëlqen. Mund të na përshkruash se çfarë bën ti këtu? Cila është puna jote? Përderisa dikush bashkon vezet, unë lajen të ujë dhe i mbushi me ujë. Po ka një punë që duket më vështirë këtu? Me duhet të kem kujdes të mall nga xheli, sepse shpesh din të jeti pasjellshëm. Po puna më e lehtë, cila duket? Puna më e lehtë është duke i kthyer tjerë duke punuar. A të frikson ndonjëherë puna me kafshë, si të duken pulat? Puna me kafshë nuk është një punë e frikshme, sepse pula është një kafshë e butë që nuk tregon ndonjë rrezik. Si ndihesh kur u ndihmon prindërve? Ndihem mirë sepse ja u lehtësoj edhe atyne pak. Të lumt, a do vazhdosh që edhe në të ardhmen ndoshta edhe kur të rritesh të vazhdosh një punë të tillë, të ndihmosh atyre në punë të tilla? Se cila punë mund të sjellë një ide për të ardhmen, e cila mund të zhvillohet në një biznes të suksesshëm. Dhe çfarë pëlqen ty më shumë, të them loja, të qëndrosh në shtëpi, apo koha në fermë? Tash për tash më shumë më pëlqen lojrat me shoqëri. Lojrat me shoqëri. Apo të them pëlqen të kalosh kohë në natyrë apo në shtëpi? Më shumë më pëlqen në natyrë, sepse koha në natyrë kalon më shpejt e është më interesante. A mendon se puna i mëson fëmijët me kanë më të kujdesshëm? Po, puna i mëson fëmijët të jenë më të përgjegjshëm dhe më të kujdesshëm. Mirë, çfarë dëshiron të bësh ti kur të rritesh?
dëshiroj të merrem me sport se merrem tani me taekwondo dhe më shpresë se një ditë do arrijë në dyert e olimpiadës. Turojmë shumë suksese në aspekt dhe çfarë do të thojë fëmijëve të tjerë që t'u ndihmojnë prindërve të tyre? Të gjithë fëmijëve i sugjeroj të ju ndihmojnë prindërve sepse nesër mund t'i sjellë vetëm dobi. Në një kohë kur ritmi i jetës po ndryshon gjithnjë më shumë dhe kur shumë gjëra po humbin vlerën e dikurshme, histori si këto rikujtojnë rëndësinë e familjes, afërsisë dhe edukatës me punë, sepse fëmijët nuk rriten vetëm me fjalë, por edhe me shembuj që shohin çdo ditë në shtëpinë e tyre. Dhe ndoshta pikrisht këto momente të thjeshta, koha e kaluar bashk, ndihma ndaj prindërve dhe lidhja me natyrën janë ato që ndërtojnë kujtimet dhe vlerat më të forta për gjithjetën. Në një botë ku gjithçka lëviz me shpejtësi dhe ku koha e kaluar bashk po bëhet gjithnjë e më pakët, pamje të tilla rikthejnë vëmendjen tek ato gjëra që kanë vërtet rëndësi, tek familja, bashkëpunimi, respekti ndaj punës dhe edukata që trashëgohet brez pas brezi. Sepse vlerat më të mëdha mësohen në momentet e thjeshta të jetës, aty ku fëmijët mësojnë të ndihmojnë, të respektojnë mundin dhe të kuptojnë rëndësinë e të qenit pranë familjes. Pikrisht këto përvoja i bëjnë ata të rriten me ndjenjë përgjegjësie, më shumë mirënjohje dhe me një lidhje më të fortë ndaj jetës reale. Në fund, ndoshta pasuria më e madhe që mund t'u lihet fëmijëve nuk është vetëm komoditeti, por edukata, dashuria ndaj punës dhe kujtimet e bukura të krijuara pranë njerëzve të tyre më të dashur. Ka farë Marukaj. Faleminderit. Ka përsa.